Por nga fjala e presidentit Trump pak më parë, ne mësuam më tepër se çfarë do të bëjë ky bord, se çfarë angazhimi merr për sa i përket ndërtimit të Gazës në mënyrë të drejtë për drejtë, ashtu siç edhe mësuam që Kombet e Bashkuara do të jenë një mbështetje mbas këtij bordi, dhe ky bord do të mbështesë dhe Kombet e Bashkuara në misionin e tyre, pra Kombet e Bashkuara do të vijojnë misionin e tyre pavarësisht një rishikimi që do t'i bëhet në përgjithësi dhe një reformimi që do t'i bëhet OKB-s. Por prania e Shqipërisë, pavarësisht se kush e përfaqëson Shqipërinë aty sot, është e rëndësishme sepse Shqipëria është aleate e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kjo aleancë ka nisur në vitin 92. Po, ndërkohë që ne jemi, siç e thoni unë, në mënyrë ekzistenciale të rreshtuar pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kushdo që t'ishte për çfarëdo që të ftoheshim. Ideja e këtij bordi paqeje për Gazën ka krijuar një farë paqartësie apo jo, edhe ndër vendet e ndryshme të botës. A do të jetë ky një trup që do të vijojë edhe pas çështjes së Gazës, është kjo diçka paralele me OKB-n, si do të zgjidhet deri në fund çështja e Gazës atje, se ne natyrisht shohim këto ndërtimet dhe idetë e resorteve në zonë që mund të marrë vlerë turistike të tjera, po e mbetet ende e paqartë si do të zgjidhet përfundimisht çështja mes palestinesëve dhe Izraelit, kur do të jenë të qarta të gjitha këto dilema? Dgjoni, rëndësi ka që aty ka përfunduar lufta. Dhe ajo luftë ka qenë një luftë ashpër, si luftra jo të mëparshme që ne kemi parë deri tani. Po, natyrisht. Ndoshta në përfundimin të luftës Kosovës. Dhe arriti Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vetë presidenti Trump që ta paqtoi këtë luftë. Dhe kjo është më e rëndësishmja, që nuk ka më humbje jetësh njerëzish, apo janë minimale aktualisht për ata të cilët shkelin marrëveshjen, e cila është nënshkruar përpara disa muajsh. Dhe pjesa e dytë e cila ka të bëjë me rindërtimin e Gazës apo me atë se çfarë do të ndodhi në Gaza, natyrisht që i takon presidentit Amerikës, negociatorëve dhe bordit ekzekutiv të paqes, por në fjalën e tij presidenti i Amerikës ishte shumë i qartë që ky bord nuk do të zëvendësojë OKB-n, madje tha do të jetë ndihmë për OKB-n dhe do të ndihmojë dhe në reformimin e OKB-s, sepse OKB-ja natyrisht që ka bërë një punë të lavdërueshme, por në disa pika nuk e ka arritur ngritjen e misionit përfundimtar të arritjen e misionit të saj për të paqtuar luftra. Faktikisht natyrisht është folur shumë për këtë bord. Siç ju thash më përpara, qenia e Shqipërisë në këtë bord është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, për Ballkanin dhe për Evropën në përgjithësi, sepse fundi fundit ne jemi një vend i vogël, në të cilën kemi një popullsi mikse me disa besime fetare, dhe duke pasur parasysh që Gaza është me numër të madh të një popullsie muslimane, apo dhe vendet që e rrethojnë Gazën janë vende të cilat me shumicë muslimane, është shumë e rëndësishme që një vend si Shqipëria dhe si Kosova t'i bashkëngjiten këtij bordi paqe për të treguar edhe një herë vlerat e tolerancës, të bashkëjetesës fetare, por edhe të paqes që ne shqiptarë